Nuk kanë të ndalur akuzat dhe kundërakuzat mes pushtetit dhe opozitës, derisa pushteti kërkon dorëheqje dhe reformim të opozitës, nga opozita sot kanë zbuluar, siç thon ata, gënjeshtrën më të madhe të pushtetit për rritjen ekonomike. Bogdanka Kuzevska nga Lidhja Social-Demokrate akuzon pushtetin për rritje të inflacionit, nga LSDM thonë se situata do të ishte ndryshe nëse pushteti me në krye VMRO-DPMN do të pranonte propozimin e tyre për pagë minimale prej 500 eurove dhe përheqjen e tatimit të vlerës së shtuar për produktet ushqimore. Sipas Kuzevskës, rritja më e madhe, prej 7%, është regjistruar në shpenzimet për ushqime dhe pije jo alkoolike. Të dhënat më të fundit mbi inflacionin tregojnë se në kundërshtim me premtimet e pushtetit se inflacioni po bie, ai mbetet i lartë dhe po zvogëlon fuqinë blerëse të qytetarëve. Inflacioni vjetor në tetor arriti në 4.5%. Rritja më e madhe prej 7% është regjistruar te shpenzimet për ushqime dhe pije jo alkoolike, produktet bazë pa të cilat asnjë familje nuk mund të jetojë. Çmimet vazhdojnë të rriten pa kontroll. Çmimet e pakicës u rritën me 2.8% në tetor, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rritja më e madhe është tek produktet ushqimore. Ushqimi u shtrenjtua me 6.7%, frutat dhe perimet me 4.3%. Akuza ndaj pushtetit për keqpërdorim dhe korrupsion, LSDM-ja në adresë të qeverisë lëshoi edhe dje, duke thënë se për fajt të VMRO-s, shteti po humb miliona euro të fondeve IPARD 3.